rast se duhet marrin vlerat më të mira të tërshërës, se personat që nuk kanë asnjë lloj problemi tek zorët, tek problemi i sindromit zorës irrituar, apo me stomakun, apo me disbiozën e zorës, të inflamacionin që mund të kenë, apo me fryrin e tij, tërshëra më e mirë është tërshëra kokër dhe e plot, sepse patjetër që është i plot sepse ka të gjitha elementet kryesorë dhe ka nivelin më të lartë edhe të fibrave, edhe të nivelit të mineraleve. Vetëm se kjo ka një lloj problemi. Do një kohë të gjatë gatimi, sepse kjo duhet gatuar, duhet lënë në ujë një herë. Po ja do të pyesë për këtë, po. 8 orë deri në 10 orë në ujë dhe pastaj duhet gatuar. Dhe që të gatuar mund gatuhet për rreth 20, 25, 30 minuta varet nga forma e tërshërës, nga vjetërsia e tërshërës, sepse mund të jetë edhe tërshërë e vjetër që mund të ketë disa vite. Kjo është ndoshta tërshëra më e mirë. Tërshëra tjetër është atë tërshëra që është e thërmuar, siç është pjesa e bullgurit të thërmuar. Pra jo e imët, e thërmuar, e cila ka një nivel do më pak kohë për t'u zier, ka më pak, në vërtet nivel më pak të nivelit të fibrave, por sjell më pak probleme tek personat që kanë dëshmëri ndaj glutenit, apo dhe probleme për fryrjen e zorë. Dhe tërshëra tjetër që është një tërshërë e imta ose ajo që është me theta, po shikoni si pjesë që është flet, është flet. Është një tërshërë që është flet, e cila ka kaluar në një proces zierje avullimi nga kompanitë. Pra ajo është e gatshme, ajo konsumohet siç është. Ajo nuk ka nevojë të kalojë as në ujë, as në procese gjata, sepse ajo ka kaluar në zierje